Por cila është kompania ndërtuese që përfitoi nga ky ndryshim? Betimi për drejtësi ka dërguar pyetje kompanisë ndërtuese Model Slovenia që ndërtoi në atë parcelë. Kompania përmes emailit ka dërguar të gjithë dokumentacionin lidhur me ndërtimin në atë pronë, duke përfshirë edhe aktin notarial që e ka bërë me pronarin ZSH. Në aktin notarial, prona me numër 479/1 ka sipërfaqe 1935 metra katror, e këto përfshihen edhe 300 metrat e pronës publike. Kompania ndërtuese Model Slovenia, në përgjigje për betimin për drejtësi, theksoi nenin 6 të kontratës së notarizuar, ku pronari i tokës garanton se toka nuk ka pengesa juridike. Sa i përket pyetjeve tuaja, ju njoftojmë se ne si kompani nuk kemi pasur asnjëherë e as nuk kemi asnjë pronë publike në shfrytëzim nga komuna e Fushkosovës e as ndonjë komune tjetër. Ne jemi vetëm kompani investuese dhe të gjitha investimet tona janë bërë vetëm në prona private. Në kontratat e notarizuara, ne si kompani jemi siguruar që pronat nuk kanë barë, hipotekë, qiradhënie dhe asnjë pengesë juridike për shfrytëzim. Pasi kemi notarizuar të gjitha marrëveshjet me pronarët privat të parcelave që janë evidentuar me fleta poseduese, kemi filluar kompletimin e dokumentacionit për kushtet ndërtimore e më pas për leje ndërtimore. Kemi respektuar të gjitha kushtet për aplikim dhe jemi pajisur me leje ndërtimore. Edhe sipas ish asambleistit Hasan Ismaili, fajtor për huazimin e 300 metrave katror të shtetit, janë zyrtar të drejtorisë së kadastrës në Fushkosovë. Kur ka pas ndërhyrje në Gjeoportal, dhe ato 300 metra katror jo kanë bashkangjit në një parcelës prej 3 apo 4 tjerave që janë bashku dhe ka fillu ndërtimi, komplet dokumentacioni që e ka pas kompania që ka ndërtu. Ka qenë kitë në regull, për kompanin është në regull se dokumentacioni ka dalë nga zyra e katastrit, ka dalë e vullosni, ka dalë në shkrume, dhe kur e kanë verifiku në Gjeoportal ka qenë kitë në regull. Dhe këtu as kompania pas zyrtartë nga drejtoria e urbanizmit dhe planifikimit hapësinor që e kanë lëshu këtë leje, nuk kanë kurfar të lashe, as kurfar nuk janë të involvuar, sepse në zyret e tyne ka shku dokumentacion e këtë në regull. Kush është involvuar? Drejtoria e katastrit. Dhe kush është? Atër janë organet që le të gjithë.